dëgjova me shumë vëmendje emrat e nipreve të mbesave janë 100% të pranë në Shqip. Shumë shqiptarë që kanë ardhur mbas vitit 90 në Shtetet Bashkuara të Amerikës sulen duke vënë emra amerikan. Pse ndodh kjo? Unë mendoj se kjo është një fenomen që duhet mu studiu. Na vujmë për një pranim nga të hujt. Po, unë mendoj se po nuk e deshtëm na vetë vetën dhe në përmes sjelljeve tona të bindim edhe tjerë që na jemi në rregull, jemi mirë, sepse Shqipnia e përvoi në vitin 90, shkuan plot në Itali e morën krejt botën, po Italia dhe krejt bota i kthej ju tha shko se ti je shqiptar. Nuk është e mjaftueshme ti më shku me i thonë dikuj se unë jam Amerikan tash. Duhet edhe ai me të pranu ty si Amerikan për shembull. Edhe gjeneratën e parë, asë në shtet nuk na pranon si shtet vetë. Në bile në Evropë edhe ma keq, edhe 2-3 gjenerata tjera nuk të pranojnë si je. Kështu si, të unis për ati aspekti, unë e mendoj se ma mira e të mirës është, me thonë, po jam shqiptar, e zhvilloj atë temen, po kur ta zhvillojsh tu mos e cenu tjetrin, edhe tu i hek edhe emrat e vjetër, se për shembull unë kam emrin Ramiz, që është ndash arab, ndash turk, ndash egjiptian, po, edhe mi dhon emrat shqiptar. Kështu që veç do ta them edhe një, unë e kam pas shumë vështirë për martesën e fëmijëve të mi, sepse unë isha i martuar me një amerikane. E ju edhe pse jeni martuar me një grua amerikane, Dianën, një zonjë e mrekullueshme, ajo këtu është ajo vitaliteti, këtu është vlera juaj kombëtare shqiptare. Pra ju e doni gruan, e respektoni gruan, por në ana tjetër ruani atë genin ton shqiptar. Sepse ju thatë që flasin gjithë nipër dhe mbesa shqip. Gjithë flasin edhe shkruajnë shqip. Zebramal dhe ka një merit edhe zonja Dianë. Ma shumë e Dianë se sa jemi, sepse gjithë kuptohet në Amerikë është e pamundshme në irimes me pas dikon që e ka desht ose e ndasht. Dhe gjithë jenë ardhë më kanë pyta, jam kështu ata bëj, ata martona me këtë, dhe unë ju kom thonë fëmijëve të mi, po e gjetët një gru, sikur se kom gjetur në Dianën, merne. Mirë, po ti dush me afru kushtet atyne për me mujtë mu martu me shqiptarë. Une, qa kom bëune, djallën e madhe kom që ka lujtë basketbol në Kosovë, me qenë se patë shumë Ishe talent? Ka talent shumë të mirë, se ka lujtë edhe në Amerika. Edhe mirë, po në Kosovë vjen t'i pe Amerike, nuk ta shtishin me lujtë me kohë, sepse dhe ishin paka shumë, edhe në Kosovë dhe në Shqiptarë në përgjësi, interesat i qesin mbi gjithë shka, atër unë u detyrova me pas një klub temin të sportit, dhe besimi ka lujtë basketbol, të sa u martu mas në i thash, kur du është le basketbol në hadë në shpi. Po edhe dërimin e kom që në Kosovë, ka najtë regullisht në Kosovë, dhe është dashunu në Kosovë, asë njeni për këtë në fëmijëve të mi nuk është martu me imponim. Gjithë jenë, sepse kur s'kanë mujtë më shku në Kosovë, unë i kom pru në Shqipni, fëmija mi e njofin Shqipnin shumë mirë. Unë kam bërë një dokumentar që kam kushtuar një mikut tim, malsori mira ju, ishë martuar me një Gjermane. Po kisha takuar unë kështu, edhe nuk e dhja se ishte Gjermane, e dhja se ishte malsore. Ajo ishte adoptuar në mikpritje në shtëpi, si kur t'ishte kështu shqiptare e lindur, me neve bashkë. Edhe u mendova se ajo shpesh e thoshte këte, do më nëse shumë njerëz janë skeptik. Pra ne shqiptarët, qofse martohesh me një të huaj, jo të gjithë të shikojmë me syrin normal, po të shikojmë si kur ke gabuar. Edhe brajnë dokumentar, ja kushtova kryesisht familjes që ishë martuar me një të huaj. Edhe sola mesazhe që nuk është martesa me një të huaj gjithmonë ose është negative. Kjo është edhe një problem që ne kemi... Daj dua për këta të rinjë dhe mesazhin. Përsa për këtë mu, unë i vrej ata që në të martu mëse me Amerikanës, me këtë qoftë tjetër, e thojnë se gjaja është për buzje kjo, që me një Amerikanim. Unë e për kundërzi, unë e mburna që me martu me Dianën, sepse Diana ka qenë pjesë e jetës janë dhe asë një minut nuk nda pe asaj që ka kem deshna. Pej fillimit ka thonë, dhe t'jem e martume me ty dhe t'jem shqiptarë, në shpesh thëmë është shumë vështirë me qenë gruja jeme, sepse i kom traditat e vjetra, pa ajo i plëtson gjitha.
Po çka deshta me të thonë, e kom pyet Dianën para një viti, kështu 2 vjetëve, thash, atë ka shku në Hermenia me më dëvërsu mua, do isha me ditë ku qëndrojnë, se qëndrojnë. Tha, pse bënë këtë, thash, veç me ditë, thash, po ty thatë, ja, thash, unë të pysë ty, thash, ti të regom. Thash, qërë thamë, edhe me pashku 1000 Hermendja, edhe me pa desh me dëvërsu, nuk të kisha dëvërsu për 4 nënës, nënësime. Diana edhe nëna jeme kanë qenë jo veç vjehër edhe nuse, po të pandashme, dhe me thonë një ndesh tepër shumë, dhe meriten për atë miqësi, me siguri e ka edhe Diana, po edhe nëna, sepse vjehrat duhet me ditë që më sjell me ren, po edhe reja duhet me ditë më sjell me vjehrën, kështu që unë isha shpesh tri që nuk e qojnë mirë me vjerën, unë i këshilloj se që sa ma afër t'i majsh vjerën edhe vjerën, ke edhe ma shumë benefite, jo veç pse të ndihmojnë me fëmijët, po edhe nga vetë karakterit i forcosh, sepse i mëson gjana që janë të nevojshme i mësu. Kështu si kjo ka qenë arsye pse ndoshta kemi pas suksesshme jetën, me dallim prej disa familjeve tjera, tash nuk di çka bëjnë tjerat. Na i ndajmë 10 ditë në Nandor, në festat e Nandorit, domethënë rreth 28 Nandorit vjen edhe Thanksgiving këtu. I kemi 10 ditë që gjithë familjat jonë bashkohen bashkë, rrim, flajmë, hajmë, pim me një shtëpi. Edhe gjatë këtyre 10 ditëve edhe një pa mesa hynë dalë. Shumë shembull i mirë, për të marrë shembull nga gjithë tjerë. Une, kur u largun gjithë, ne kemi pas një shtëpi të madhe, 6.000 kom, si i thënë këta 6,000 foot. E shitëm atë shtëpinë, dole me një shtëpi të vogël, dhe me të tregu drejtën, zoti ka një vike gjuna për vetës, shkam gjeti mu tash këtë shtëpi kaq të vogël. Edhe Vera, qika djalit Besimit, ka qenë 9 vjeqë atër, më tha, gjyshi tha, ti ki fajet. Thash, po pse i komë në fajet Vera? Tha se ti mundesh me bo një shtëpi për deshte. Edhe e kom bo një shtëpi para 1 viti, edhe më të madhe sa të shtëpinë që e kemi pas, e tash, kur u bashkum, se kjo është Nandori 2 që u bashkum bashkë, vjetë edhe si vjetë, par vjetë edhe si vjetë për i bjene. Si u bashkum bashkë me në shtëpi 3, dhe ata thonë, tash ti dush, mes me menu kur me shqitë, se kjo është shtëpia jonë, nuk dhe ta shesim. Zoti Tafilaj, jo pa qëllim e lash këtë pyetje në fund, pasi në një farë mënyre ju jeni edhe kolegu jon, ju jeni drejtori i përgjithshëm i gazetës Alpeve. Ç'është kjo gazetë? Çfarë aktiviteti ka, mund ta shpjegosh? Gazeta Alpeve është një gazetë që shtypet në Tiranë, por shpërndahet në gjitha trevat shqiptare, e qohet me postë në gjithë hapësirën botnore, do më thonë edhe në Amerikë, edhe në Detroit, si tashimin Detroit, mundet më ardhë, me abonim, natyrisht, për sa dion është $150-200 në vit abonimi, del 2 herë në muaj, është tamam gazetë, është një gazetë e cila, përveç se portalin e vetë që ka që mundet më lexu edhe si portal, shtypet edhe si gazetë, arsyeja që e shtypim këtë gazetë është, sepse shumica medjave tash kanë kalu në portale. Dhe për me mujt me rujt një histori tonën, unë e mendoj se duhet me qenë edhe në letër. Bile edhe në një bisedë që kisha në Bibliotekën e Kongresit, e cila është abonume në këtë gazetën e Alpeve, ata thanë, nuk po marrim më gazeta as nga Shqipnia, as nga Kosova, sepse s'po kanë gazeta. Dhe ata marrin gazetën e Alpeve, dhe Djelli, i cili gjithashtu shtypet në letër, është një ndër ato gazetat që na ka rujt historinë tonë, edhe para themelimit Shqipnisë si shtet. Edhe ajo është vetmja kohë që historia janë mundet më gjetë në gazetën Diellit Fanolit atëherë. Edhe gazeta Alpeve tash na mundon me mbulu një zbraztin në letër, edhe nëpërmes kësaj gazete i organizojmë edhe takimet barkombëtare ndërbalkanike e atlantike, e cila në fillimisht i mbledh ke 50-100 njerëz të lamive të ndryshme, natyrisht të intelektual shqiptar të gjitha trevave, e tash kemi arrit që në takimet tona të marrin pjesë prej 500 e 600 njerëz, që besoj si asnjë parti politike këtë kategorit njerëzve nuk mundet me bashku,
në atë mënyrë, po na e bëjmë bashkimin në vendet ndryshme, kemi takimin në Tiranë, takimin në Ulqin, takimin në Prishtinë, takimin në Gjilan, Ana Moravës. Këtë vite kemi në plan me bërë takimin në Maqedoni, ende se kemi caktuar qytetin, po mendoj do të jetë ose Tetova ose Shkupi, besoj se ndoshta Tetova do të jetë. Masne do ta bëjmë një takim, po shpresojmë edhe mi ka kqyri mundësinë me bën Puk, po takimin në Andorë besojmë për me bën Vlorë, edhe ky do t'i jep në fund një ciklit në takimeve. Këto takimet, çka diskutojmë në aty? Diskutojmë thjesht marrëdhëniet tona ndër shqiptare, sepse vijat e trasha kufitare që na ndajnë kufinë shqiptare, që Shqipënia është e rrethuar me kufinat shqiptare, dhe që në hek, me qenë se tash edhe demokratizimi edhe gjitha e kanë botë mundsh me lëvizjen. Tash kemi na nevojë për mi hek disa vija më të holla, të cilat ato janë me eliminu ato urrejtjet ndaj njëri tjetrit dhe me qenë më të afërt, sepse kjo edhe na bashkon si ideologji dhe si komb, që ma vonë është e natyrshme edhe bashkimi. Kjo është një lëvizje që na imi ka e bojmë, jo edhe ashtë në heshtje, po qëllimi final është që të jemi më të natyrshëm në bashkimin kombëtar. Aty marrin pjesë njerëz të ndryshëm të lajmive të ndryshme, sikur sa thash. Kryetari i Këshillit Botues është Besnik Mustafa, i cili është edhe shkrimtar, po edhe politikan tepër i madh. Kemi edhe tjerë që janë në Këshillin Botues. Kryeredaktori i gazetës është Ramiz Lusha, e bën një punë të shkëlqyeshme në redaktimin e kësaj gazete. Gazeta shkon, sikur sa thash, edhe në gjitha institutet shtetënore në Shqipëni, Kosovë, Maqedoni, por shkon edhe në shtëpinë, në bibliotekën e Kongresit. Ma pari ju thash këtu në bashkëpunëtorëve t'juaj që na vullnetarisht do t'ja dërgojmë edhe juve të këtu ta keni një gazetë si pjesë abonimit të cilën ju nuk kërkojmë ta paguni, na do t'ja dërgojmë juve si dhuratë, sepse ju jeni një institut që jeni kanë ndihmoni jo vetë neve në diasporë, po edhe vendlindjen be bini më afër diaspore. Për mua, unë është hera parë që jam studinë e juve, po e shoh një punë tepër të madhe dhe një vullnet tepër të madh që vjen nga ju dhe nga gjithë bashkëpunëtorët juaj që e bëni edhe këtë televizion të rëndësishëm dhe të bjen një pasqyrë të vetë diasporës në vendlindje. Ne mund të bëjmë edhe një spot për ta transmetuar që shqiptaro-amerikanët të botojnë në gazetën, se $150 nuk është ndonjë gjë e madhe. Kjo është e po. Mund të flasim ta bëjmë një spot. Sigurisht. Jam pozitiv, them se do të marrin shumë abonimin. Nëse nuk kishe ndonjë gjë për të shtuar, një mesazh për shikuesit lidhur me punën që duhet bëjnë shqiptarët, jo vetëm për atë personale familjare, por për çështjen kombëtare shqiptare. Sakrificat që duhet të bëjnë njerëzit, ti marrin parasysh. Cili është mendimi juaj? Mesazhi jam për shqiptarët në përgjithësi është, çka edhe shqiptarët edhe dinë edhe vetë se nga natyra jemi, është kombit i ndihmohet vetëm atëherë kur i ndihmon familjes jote, tu fillu nga familja. Po edukove familjen tonë në frymën e duhur dhe ja dha mundësinë e shprehjes lirë në këtë pikpamje, ti mas ne kalon edhe në shoqëni dhe në shtet, domethënë edukimi i trive është ajo finalja që na duhet me qenë si komb. Nuk pajtohena me mënyrën që si hapin universitetet private, jo private, merren notën, s'merren notën. Këto nuk na çojnë kurrë. Ne duhet me pas edukimi familjar është i rëndësishëm, numër 1, dhe mas ne dashnia mes njëri tjetrit, sepse duke pru në këtë nivel kombin tanë
e tregojmë se kush jemi, se ti sot kje në Shtetet Bashkuara të Amerikës ki shumë mjek, shumë profesor, është një profesor nga Shkodra, Indrit Hoxha. Gruaja e Indrit Hoxhës, Valbona, e ka zbulu një mikrob tash në biologji, po ja kanë gjitë emnin e sajna, ai mikrobi ka emnin e saj, do më thonë, ne kemi qaq shumë potencial me i dhonë botës, sa që është mkat që për me munda me qenë, me asimilu krejt me njëherë. Na do të me qenë ambasador të kombit tonë. S'po thëmë të shtetit, se na ta shemi fatkeqësisht ndamë në disa shtete, po të kombit tonë. Edhe kjo na bjen më afërt, kjo është ajo që kam unë besoj si rinia e bojnë këtë më mirë se na. Ju falenderoj shumë që ishit në bisedë. Edhe në fillim e thash se më përpara do t'ju kishim marrë në bisedë si televizion, por t'jap fjalën se do t'jemi në kontakt vazhdueshëm me juve. Shumë faleminderit. Pasi personat si juve që kanë dhënë dhe vazhdojnë t'japin kontribute për çështjen kombëtare shqiptare, jeni pjesë edhe rëndësishme e kombit shqiptar. Ndaj me emisionin që bëjmë së bashku, televizionin shqiptar të Amerikës i shtohet një vlerë e shtuar, sepse juve keni sjell një pjesë të aktivitetit tuaj, i cili është jashtëzakonisht i dobishëm për kombin shqiptar. Dhe me shpresë shikojmë përsëri së bashku. Besoj. Shikues të nderuar, e falenderoj zotin Tafilaj edhe në emrin tuaj dhe mirupafshim në emisionin e radhës Historia shqiptare me një person tjetër të ftuar, pasi shqiptarët kanë edhe vazhdojnë të japin kontribute për çështjen shqiptare kombëtare. Natyrisht. Shumë faleminderit. Faleminderit. Më mëdheu. Më mëdheu. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë. Ku më nje dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Qysh preje gjedo bashe